Piero Çako është një nga kantautorët më të mirë në Shqipëri dhe kjo jo rastësisht, pasi ai është djali i dy prindërve artist. Sot Piero ka marrë lajmin që e tronditi thellësisht, atë të ndarjes nga jeta të mamasë së tij, Luiza Çako. Edhe pse jeta e ka ciklin e saj, Piero u shpreh se është thellësisht i trishtuar për ndarjen nga jeta të mamasë së tij, që i dha dashurinë maksimale që mund t'i jap një nën fëmijës së saj. Për më tepër, ajo nuk diti kur t'i thot një fjalë të ashpër të birit, por u bë shkëm për të në ditët e tij më të vështira. Edhe Piero i ka qëndruar afër mamasë së tij, duke u kujdesur për të dhe duke i dhënë çdo shërbim të nevojshëm, sidomos dashurinë dhe përqafimin çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje. Me një mesazh prekës dhe mjaft të ndjerë, këngëtari ka bërë një postim në rrjetin social Instagram. Çako ka ndarë një fotografi nga fëmijëria, ku shfaqet në krahët e së ëmës e shoqëruar me fjalët: "Lam tu mirë nëna ime". Postimi shoqërohet nga kënga e tij e njohur, Xhulit, një kompozim emocional që në këtë kontekst merr një tjetër dimension ndjesor. Me këtë gjest, Piero ka prekur mira ndjekës e admirues, të cilët kanë shprehur ngushëllimet e tyre për humbjen e madhe. Luiza Çako, një nga emrat më të rëndësishëm të skenës lirike, u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar në muzikën klasike shqiptare. Familjar, miq dhe shok po i qëndrojnë afër këngëtarit në këto momente kaq të vështira për të.